Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, vazhdojmë me porositë e profetit alayhis salam drejtuar Abu Dharr al-Ghifarit radhiyallahu anhu dhe jemi pikërisht me porosinë e 7 ku i thot i dërguar i Zotit ose përcjell Abu Dharri dhe thot: "Wa amarani", dhe më ka urdhëruar që ta shpeshtoj thënien la hawla wala quwwata illa billah, sepse një dhikër i tillë, një thënie e tillë, një dua e tillë është në një ndër thesaret të vendosura poshtë arshit të Allahut, fronit të Allahut fuqiplot. La hawla wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë dhe fuqi tjetër kush pos Allahut. Përse i dërguar i Zotit alayhis salam e ka veçuar pikërisht këtë dhikër në mesin e shumë të tjerëve. Ka shumë dhikre, shumë lutje të tjera të cilat kanë dhe ato me patjetër vlerën e tyre, por përse i ka dhënë një rëndësi kaq të veçantë kësaj fjale, safton ta shpeshtojmë thot diçka të tillë. Pra shpeshtojë Abu Dharr dhe le ta shpeshtojë çdo kush. Sepse në besimin e kësaj lutje, të kësaj fjale, të këtij dhikri, shpeshtimi i tij dhe besimi i domethënies së tij është dorëzim ndaj madhështisë së Allahut fuqiplot. Në këtë formë njeriu për çdo problematikë që mund të ketë në jetë, për çdo hall që mund të ketë në jetë, fillimisht i mbështetet Allahut subhanahu wa taala, duke mos anashkaluar dhe kryerjen e sebebeve të ndryshme. Nuk i mbështetet profesionalizmit të dikujt, aftësisë të dikujt, pasurisë të dikujt, por i mbështetet në fillim dhe në fund fuqisë së Allahut xhelle xhelalu, sa askush nuk ka mundësi me të realizu një të mirë apo një të keqe, me ta shkaktuar atë pa lejen e Allahut. Është Allahu xhelle xhelalu ai i cili lejon të kompletohet diçka dhe pa lejen e tij nuk ndodh asgjë. Asgjë për Zotin nuk është e diskutueshme, apo e pamundur rujna Zot, e pamundur jo, po edhe e diskutueshme jo. Ndaj profeti alayhis salam e fton Abu Dharrin dhe gjithë ummetin e tij, e fton në ringjalljen e zemrës nëpërmjet shtimit të dhikrit përmendjes së Allahut subhanahu wa taala dhe veçanërisht me këtë lutje. Por ftesa e parë dhe urdhri i parë është pikërisht për dhikër. Ashtu si thot Zoti xhelle xhelalu në Kur'anin e tij famlar, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë që me përmendjen e Allahut prehen dhe qetësohen zemrat, zbuten zemrat. Profeti jon i dashur ka thënë: "Mathalul ladhi yadhkurullaha wal ladhi la yadhkuru kamathalil hayy wal mayyit." Shembulli i atij i cili e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe atij i cili nuk e përmend Zotin është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Pra për nga konstrukti janë të dy një lloj, por ky është me shpirt dhe ky tjetri është pa shpirt. Shpirti i besimtarit është në përmendjen e Allahut, në njësimin e Allahut, në të mbështeturit Allahut subhanahu wa taala në gjithçka, në fjalë, në vepra, në nevojë, në të mira, në dedikimin e tij, falënderimet dhe mirënjohjet për të gjitha gjendjet në të cilat ne ndodhemi. Pra është ftesë prej të dërguarit Zotit, dhe nëse shohim jetën e të dërguarit Zotit, porositë e tij janë që të gjitha të fokusuara nga mëngjesi deri në mbrëmje, nga lindja deri në vdekje, me dhikër, me përmendje të veçanta, që do të thotë se gjithë jeta e besimtarit i duhet dedikuar Allahut. Të nderuarit e mi, ne kemi ardhur këtu me dëshirën e Allahut, me vullnetin e Zotit dhe me caktimin e tij. Profeti i dashur na ka treguar se në këtë dynja duhet jetojmë si udhëtar, si kalimtar. Dhe e drejta e kalimtarit është të respektojë vendin ku ai ndodhet. I gjithë pushteti është i Zotit xhelle xhelalu dhe i askujt tjetër pos tij. Krijuesi i kësaj bote është Allahu, krijuesi i gjithçka është Allahu, krijuesi i njeriu është Allahu. Allahu i cili e nxorri njeriu në këtë botë ka vendosur dhe rregulla se si duhet sillet njeriu në të. Na ka konsideruar si kalimtar dhe udhëtar këtu, si miq
të cilët jemi ndalur për të pushuar në hijen e një peme, ka përshkruar profeti alayhi salatu wassalam. Dhe drejta e mikut është të respektoj të Zotin e vërtet. Dhe Zoti i vërtet është Allahu xhel xelalu në gjithçka, por veçanërisht në jetën tonë. Ndaj detyra jon karshi Allahut subhanahu wa taala është respektimi i ligjeve të tij dhe zbatimi i tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet të nderuarit Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu dhe i thotë: "O Muadh, a e din se cili është haku i Allahut, pra e drejta e Zotit karshi krijesave, ose ajo që të krijesat ja kanë borxh Zotit të tyre, kanë detyrë të padiskutueshme." I thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri, i dërguari i Zotit." Tha: "Ta adhurojnë dhe të mos i shoqërojnë shokët e tij." Tha: "O Muadh, a e din se cilat janë të drejtat e njerëzve ose të robit, të njeriut, kur e vepron diçka të tillë, tashmë borxhi që Zoti ja ka krijesës tij. Ajo çfarë i detyrohet Zoti krijesës tij nëse krijesa e bën diçka të tillë, qala alla yu'adhibahum, të mos i ndëshkoj pasi diçka të tillë kanë vepruar pra vetëm në emër të Allahut." Të nderuarit e mi, jemi në këtë botë për të jetuar ashtu siç don Zoti. Nëse don rahati, nëse don qetësi, nëse don prehje, nëse kërkon harmoninë, atë do ta gjesh në përmendjen e Allahut, në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Kur të gjithë dyert e botës të mbyllen, dera e Zotit është vazhdimisht e hapur. Zoti xhel xelalu na drejtohet dhe thotë: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Përmendni, kujtomeni, t'ju kujtoj, më falenderoni dhe mos më mohoni. Mos më mohoni çfarë nën kupton rastin konkret. Pra mos më mohoni me veprat tuaja. Mos më mohoni duke ja drejtuar falënderimin ose duke ja dedikuar mirënjohjen dikujt tjetër përpos Allahut. Ndaj dhe profeti ynë i dashur na ka mësuar që mos të barazojmë në falënderim dhe në asgjë tjetër midis krijesës që ta ka bërë një të mirë dhe Allahut subhanahu wa taala, i cili është ai të cilit i dedikohet e mira në mënyrë të vazhdueshme. Ndaj dhe ka thënë: "Mos thoni ç'dëshiron Allahu dhe filani, por thoni çka dash Allahu pas Zotit, gjithçka pas Zotit." Pra mos përdor lidhjen thotë dhe, sepse në gjuhën e fesë, në gjuhën arabe nën kupton çfarë? Barazim. Çka dash Allahu dhe filani, pra e barazove Zotin me krijesën. Po thuaj çka dash Allahu, pastaj ajo çfarë ka dash krijesa e tij. Kjo vlen domethënë edhe në shenjë dedikimi, falënderimi, pra për gjithçka, me falënderu Zotin subhanahu wa taala. Zoti i gjithësisë ka dhënë një vlerë të veçantë atyre të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala, ku thotë: "Wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran kabira." Dhe ata të cilët e kujtojnë Allahun shumë, dhe ato të cilat e përmendin, për të tillët Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur falje dhe shpërblim të pakufishëm, të madh, të pakufishëm. Nëse vërejmë vlerat që i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam cilëson për dhikre të veçanta, si rasti kur thot: "Kelimetan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim." Dy fjalë të lehta, shumë të lehta për të shqiptuar. Shumë peshojnë në peshoren e veprave tek Allahu xhelle xhelalu, shumë të dashura janë tek Zoti, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. I madhëruar qoftë Allahu dhe i lavdëruar qoftë ai, i madhështuar qoftë ai në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë i kushton kjo njeriu? Asgjë. Asgjë. Ajo çfarë i kushton njeriu është domethënë thjesht ta mësoj veten e tij. Nëse në çdo ditë i nderuar im do të nisësh një traditë të re,
nga traditat e dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam dhe ta bësh pjesë të jetës tënde, të praktikës tënde të përditshme, do të vresh se do të jetosh shumë i qetë, do të jetosh shumë rahat, do të shmangësh ndoshta edhe shumë kontakte të panevojshme me njerëzit. Do të bëhesh i tillë që do t'ia qash hallin vetes tënde, do ta kesh merakun vetëm tek vetja jote. Dije i nderuar im, se gjithse i cili prej nesh do të qëndrojë përpara Allahut subhanahu wa taala dhe do të japi llogari. Dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka treguar dhe thot: la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'a. Nuk do të lëvizin këmbët e njeriu, nuk do të lëviz vendit në ditën e gjykimit pa u pyetur për 4 gjëra, dhe ka nisur duke i renditur. Ndërto ka nisur, domethënë, jetën e tij, ç'bëri me të. Kohën, si e shpenzoi, shëndetin që e kishte, gjitha këto mirësi, pasurinë që Allahu ja dha, ç'bëri me to. Do të pyesi i nderuari im, ka adhurime të cilat i ka caktuar Zoti ditën, nuk bën ti kryejmë ato natën, dhe ka të tjera të cilat kohën e tyre e kanë në pjesët e natës, të cilat nuk e kanë në vlerën e tyre të kryhen ditën. Zoti subhanahu wa taala na është drejtuar për të na përcaktuar pikërisht këtë pjesë, duke thënë: ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju të cilët keni besuar, kujtojeni Allahun, përmendeni Allahun subhanahu wa taala shumë. Madhërojni atë në mëngjes dhe në mbrëmje, që do të thotë që mëngjesi, dita, ka adhurimet e veta, ka veprat e veta, ka bindje ndaj Zotit të cilat veprohen në këtë kohë, dhe nata ka vepra të tjera. Ndaj mos e shkoj jetën tënde dëm. Të gjithë ata të cilët të rrethojnë ose që ne i rrethojmë, do vijë një ditë dhe do ndahen me njëri tjetrin, se ky është ligji i Allahut subhanahu wa taala. Do të vijë një ditë ku Zoti ka përshkruar në Kur'anin e tij famlar ku thotë: yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Në ditë njeriu do të largohet nga vllai i tij, nga nëna dhe babai i tij, nga bashkëshortja dhe fëmijët e tij. Gjithse i cili në ditë do të jetë i angazhuar vetëm me hallin e tij. Ndaj jeton këtë botë me brengën e atij halli të madh. Dhe ky hall i madh është nëse do të arrijmë faljen e Allahut subhanahu wa taala që shpresoj mirë, apo do të marrim atë çfarë meritojmë me veprat tona, rujna Zot ndëshkimin dhe zemërimin e Allahut. Ndaj, për të qenë sa më pranë Allahut subhanahu wa taala, për të qenë të gjallë, duhet ta përmendim sa më shumë dhe në mënyrë më të posaçme ta bëjmë tradit shprehjen tek vetja la haula wala quwwata illa billah. Nuk ka forcë, fuqi, madhështi tjetër kush përpos Allahut subhanahu wa taala. Lutemi ty mëdhnushmi Allah na falë, na mëshiro, na bëj se Zot me moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam, na bëj jetën të lehtë, na mundëso të dhëna të shërbim fesë tënde, vdekjen të lehtë, na mundëso Zot të vdes me dinjitet e shahadet. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Natyrshëm njeriu ka të drejtën e tij të pyesë çfarë efekti ka për Allahun subhanahu wa taala adhurimi ynë ose përmendja ynë.
Asgjë të nderuar dhe asgjë. Përmendja jonë nuk i shton madhështisë Allahut asgjë. Adhurimi ynë nuk i shton madhështisë dhe sundimit të Allahut asgjë. Vetëm se na bën ne më të afërt me Zotin, na bën ne robër të Allahut. I dhuron botës siguri. Bota sot vuan nga siguria, ose mospasja e sigurisë, mospasja e stabilitetit, dhe gjithë bota, jo vetëm vendi ynë, por e gjithë bota. Dhe arsyeja është largimi i njerëzve dhe distancimi i tyre nga besimi, të jetuarit e besimit në mënyrë teorike dhe jo praktike. Për të besuar Allahun subhanahu wa taala nuk është se të nevojitet shumë dituri, të nevojitet shumë vepër. Të nevojitet shumë vepër. Ndaj, të flasësh sot për një produkt dhe të thuash se ky është halal. Teorikisht mund ta zgjidhësh atë, ndërsa praktikisht nuk e zgjidh vetëm se besimi të nderuarit e mi. Teorikisht, për të folur për një bakti ose për një mish i cili duhet të marrë statusin e halalit me rregullat të cilat i ka vendosur feja e Allahut subhanahu wa taala, teorikisht është e arritshme. Praktikisht nuk e arrin vetëm se besimi. Ndaj njeriu i cili nuk ka besim në Zotin xhelle xhelalu të mashtron. Njeriu i cili e beson Zotin në mënyrë sipërfaqësore të gënjen. Njeriu i cili nuk e ka gjetur ndoshta kur rrugën, besimin për tek Zoti subhanahu wa taala të stimulon. Pra çfarë do të stimulon? Stimulon me këto fjalë madhështore, me një term të saktë, të drejtë, por që nuk nënkupton gjë tjetër vetëm se interesin e tij personal. Ndaj ne kemi nevojë dhe bota e gjitha ka nevojë për njerëz të cilët janë të përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala para gjymtyrëve të tyre me shpirtrat e tyre. Njerëz të cilët i japin përparësi urdhrave të Allahut mbi dëshirat e tyre personale. Njerëz të cilët nuk i japin vlerë askujt më shumë se sa i japin vlerë adhurimit të Allahut, dhe pjesa e adhurimit të Allahut subhanahu wa taala është dhe përmendja e tij. Njerëz të cilët, i nderuari im, imagjino nëse ti ose unë apo kushdo tjetër do të kesh një udhtim përpara. Në bazë të qëndrimit në atë udhtim apo në bazë të largësisë së tij, bëjmë dhe përgatitjet tona, nuk shkojmë me duar në xhep, apo jo. Të gjithë ne e kemi parasysh dhe e dim, edhe ai i cili nuk beson ose pretendon se domethënë nuk njehson Zotin xhelle xhelalu, pretendon në ateizëm, ideologji të ndryshme, nuk e shman kur faktin që do ta ketë një udhtim që quhet vdekja. Ne besimtarët besojmë se vdekja nuk është fundi i gjithçkaje, por është fillimi i gjithçkaje. Ndaj dhe nuk themi që po e vëm ose po e shoqërojmë për banesat e fundit, për banesën e fundit, një term komunist që e futi domethënë në masat e shoqërisë, por themi e shoqërojmë për banesat e para të ahiretit. Pra varri nuk është gjë tjetër vetëm se banesa e para e ahiretit. Dhe kur për udhtimet e kësaj bote ndërmerr masa dhe përgatitesh ashtu siç i takon për tu përgatit, vallë po për udhtimin më madhështor, më kryesor, më të rëndësishëm të gjithë jetës tënde, që është udhtimi për tek Allahu subhanahu wa taala, a nuk po merr masa, a nuk po përgatitesh, a nuk po merr me vete mall, që është vepra e cila veprohet për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj është moment që të gjithë të reflektojmë. Është moment që gjithë se i cili t'i bëj dhe një herë tjetër llogarit me veten, t'i flasi vetes, ashtu siç thotë nderuari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum.
Kërkojini llogari vetes, bëjini llogarinë vetes tuaj para se t'ju kërkohet llogari dhe matini veprat tuaja, peshojini veprat tuaja para se të vijë dita që do të peshohen dhe nuk do të keni më asnjë vlerë apo asnjë lloj mundësie për ta ndryshuar atë veprën, për ta shtuar apo për ta paksuar një të keqe. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. O Zot na udhëzo për nga e mira dhe na bëj prej atyre të cilët e ndjekin atë. O Zot na largon nga e keqja dhe na bëj prej atyre të cilët e urrejnë atë. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah për çdo të sëmura Allah shëroje. Kemi vëllezër dhe motra të cilët na kanë porositur i madhnueshmi Allah me tu lut ty me xhamat. O Zot, jep ushërim, jep zgjidhje, jep lehtësim. Lehtësoja o Zot dhimbjet, vuajtjet. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah për çdo të pastreu Allah shëroje, për çdo person që i mungon ushqimi, o Zot furnizoje. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah, mos lejo krijesë të ketë nevojë për krijesat. Na bëj o Zot kemi nevojë vetëm për madhninë tënde. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah për çdo të munduar nga borxhet, Zot ndihmoje në shtyrjen e borxheve të tij. Zot na furnizo prej halalit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot prej haramit, ai sa e ke larguar lindjen nga perëndimi. Na riktheu Zot në fen tonë me rikthim të vërtetë, rikthim pas cilit nuk ka më devijim. Vllazëroj o Zot zemrat tona ashtu siç i afrojmë trupat tan për namaz. Të lutemi ty e madhnueshmi Allah për gjithë ne, familjet tona, gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të na tubosh tek madhnia jote në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, në shoqërinë e profetit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي